ajo se çfarë ndodhi në protestën organizuar nga Partia Demokratike. Policia e Tiranës pas marrjes së njoftimit nga struktura e kësaj partie, tha që për shkak të incidenteve të ndodhura në 2 protestat e fundit të organizuara nga PD-ja, nuk e marrin përsipër, organizimin apo mbarvajtjen e kësaj proteste. Por megjithatë, thoshte Policia e Tiranës, për shkak të ligjit për tubimin, do të nxirren trupat policore dhe të bllokohen rrugët. Unë nuk do doja të ndaleshim fare sot te konteksti përse Partia Demokratike po proteston, por do doja të ndalesh tek mënyra se si është organizuar. Pozicionimi i policisë në raport me protestuesit dhe deputetët apo protestuesit në raport me institucionet e vendit edhe trupave të policisë. Të lutem regjia, më kalo pak me 2 momentet, me ato 2 insertet, i ndjekim pak momenti kur goditet një person brapa koke dhe momenti kur deputetët shtyn 2 persona të dyshuar si punonjës policie. Mirë, jemi rikthyer. Çollaku do nisë së bashku personi i cili po ta shohim edhe këtu në ekranin mbrapa, shohim që rrëzohet, kam përshtypjen përsëri dhe ja momenti dhe me të kuqe e godasin mbrapa me nga ato plumba plastik. Unë kam përshtypjen është nga ato predhat e gazit lotësiellës. Me shoh se ajo shpërthen. Tani nuk e di se cila ishte rrezikshmëria e personit që ishte në mes rrugës aty, se si kanoste parlamenti, si kanoste policinë, pra çfarë rrezikshmërie publike për vende shoqërore apo penale për punonjësit e policisë, të cilët besoj kanë qenë së mbyllur. Pra nuk është kjo sjellje proporcionale e kërkuar ndaj një individi, edhe s'ka asnjë se kjo është një individ i vetë. Nuk janë 30.000 vjet që po i sulën policisë dhe ata kanë humbur të ruan dhe vetëm qelloj. Është shumë e rëndë kjo goditja. Përveç kësaj rasti është rasti i goditjes së një zonje me plumb plastik në ballë. Kandidates për deputetet Partisë Demokratike në Shkodër. Nga Shkodra, po. Po kishte një shenjë në ballë, në anën e majt. Pra ata janë goditje të cilët në pjesën e pasme të kokës mund shkaktojnë edhe probleme shumë serioze. Për ata që qëllon, për ata që goditet. Dhe unë kujtoj, më bën habi se si ne kemi ministrët e mbrojtjes të zonjën që në deklaratat e deri tanishme Rama në fakt e ka emëruar për adresat atë për kjo del nga hera dhe si minister e brendshme. Kur u vra gjyqtari Kalaja te gjykata e apelit dhe policia nuk ka të bëjë me sigurinë e godinës. Dhe këtu që thotë nuk ju kemi dhënë lejen. Si mund të merr populli leje për dalë protestë? Populli është aksioner i gjithë pasurisë publike. Edhe vendimi kushtetues ka përcaktuar ato që vetëm njoftohesh. Pra, mënyra e sjelljes agresive të oficerit policisë për të mbritur tek element kulmor kur hodhën gazet e brenda xhamisë kishte muajin e Ramazanit ku besimtarët ishin duke u falur. Pra është një lloj sjellje as humane, as policore, as morale. Nuk gjet dot një justifikim edhe tek minimumi i sjelljes tyre për ku po shkonin, çfarë bën. Kjo është një anë, por kemi
pamjen tjetër, ne pam tani sert. Riktheu pak të lutem regjia me Flamur Nokën ka përshtypjen deputetën e Partisë Demokratike. Ja, ky është momenti kur shtyn dy të dyshuar si punonjës policie, i dyshojnë. Njëri për cilëve ishte i tillë. Ja, okej. Pra mënyra se si shtyn. Identifikuar si oficer policie. Pra, po dhe kjo sillet tani. Okej, policia do ta diskutojë. Jam dakord, ka diçka. Edhe protestën më pas, unë kam shkuar në gjitha protestat. Ka qenë aty prezent. Edhe si opozitaar, por edhe si gazetar. Patjetër. Pra i kam bashkuar le të themi mbikëqyrjet profesionale dhe personale. Por çfarë ndodh? Kam parë edhe tjerë. Shkojnë në policisë civil për të futur në burrën e Partisë Demokratike. Por se ti do identifikosh personat që sipas te kanë bërë shkelje ligjore, kanë konsumuar një vepër penale, por ti në këtë moment kur shkon të selini Partisë Demokratike, ende pa mbaruar protesta, ti nuk e bërë asnjë veprim hetimor për të pretenduar se ky individ, ky pjesëmarrës në protestë, ka bërë cilën vepër ka bërë. Pra nuk e bërë, s'ke bërë një letër me dorë në komisariat. Për të shkuar për ta marrë aty në borë. Pra është një lloj dhune që ata mund të hyjnë si agent, si të infiltrues, protestues. Ka pasur raste jo të pakta ku ata kanë marrë zvarrin civilët njerëzve në protestë. Po ku do të marr? Trimëria e ngjashme, po ta kishin shfaqur me trafikantët dhe me vrasët, sot do kishim pak krim. Edhe do kishin mos as këtë lloj proteste. Do mungonte edhe kjo protestë. Sepse një nga arsyet e prodhimit të këtyre rebelimeve, qëndrimeve, revoltave, qytetarëve, kanë këta shkaqe brenda. Natyrisht që edhe deputetët janë në momente emocionale, pra vetë përmbajtja e tyre do të jetë më e lartë, por ku shohin që qellohen protestuesit dhe rrezikojnë jo pak nga traumat o më pasme të kësaj dhune të ushtruar, i parë që unë shoh edhe mediat e huaja që në 90% të rasteve që nga amerikane, europiane, Al Jazeera, të gjithë, i kanë kushtuar vëmendje dhunës policore. Dhe kjo nuk është sepse kam folur unë apo ju me gazetarët e huaj dhe ata kanë bërë artikullin më pas. Kanë qenë në terren, janë vetë... Po, i sillin, po kanë fotografët të gazetarët, kanë gazetarët. Pra, burimi informacionet të tyre është burim bio, e kanë marrë nga terreni, janë aty, janë në vendngjarje. Dhe ky vëzhgim, pra, nuk është një porosi partijake që shkon jashtë kufive dhe na sjell informacion se aty ka pas ushtruar dhunë. Natyrisht që në protestë nuk dilet me orkestër. Nuk dilet për kërcyre për të kënduar. Është protestë, është revolt, është qëndrim zemrimi, është shprehje e një zemrate të atyre qytetarëve që shkojnë ndaj qeverisjes, mazhorancës, atyre që protestojnë. Dhe policia tani në shumicën e rasteve është përdorur edhe si instrument më tepër se sa si mjet ligjor për të menaxhuar protestat. Kemi parë edhe oficerë policie që kanë shfaqur zell të tepruar duke kapërcyer detyrat që kanë, duke kapërcyer atë që ka përcaktuar ligji në sjelljen e tyre, duke ushtruar i kam parë edhe vetë, i kam dëgjuar edhe vetë kur flisim njëri tjetrin, njihen, edhe kur në radio komunikojnë me njëri tjetrin, sulmon dhe, shtyen dhe, dhunon dhe. Pra ka, le të them një mungesë, le të them profesionalizmi, se duke qenë se militantizohet organizata e policisë, duke qenë se strukturat e policisë futen njerëz më tepër politikisht. Ai e largon vetveten nga profesioni. Nuk është ai polici i karrierës, i trajnuar, i kujdesshëm, se ne duhet të kemi, është mirë të kemi oficer policie që dalin, ata kanë ndruar disa qeveri. Pra ky oficer policie që sulmon protestues të PD-s do rrafi nesër PS po ç'është. Oficeri policie nuk është vetëm për rrahur njerëz atje. Është për mbrojtur institucionet, është për të penguar, le të themi, protestuesit, masiviteti i pjesëmarrësve të tyre, nëse ata do kenë tendencën ndaj institucionit, qoftë kryeministria, ministria e brendshme apo sepse në atë hark të bulevardit janë gjithë institucionet. Natyrisht, por unë pash nervozizëm të tepruar, shkaqet e të cilit nuk burojnë nga policia, po burojnë nga porosimarrësit, nga porosidhënësit, le të themi. Që unë them janë ministra, është kryeministër, duke dashur në një farë mënyrë të prodhojnë edhe lajme për të marrë vëmendjen e opinionit publik se ja kush janë të këqij dhe ja kush janë të mirët. Është një lloj dueli edhe politik, edhe policor, edhe i pashëndetshëm të thoya. Edhe media dje pa një pozicionim të keq, shiko, ne do duhet dhe unë për te le të themi përshtypjeve politike që ka gjithsesi. Po puna e parë që bën ata rëndësishme është jemi të sinqertë në raport me qytetarët, nuk kjo më intereson. Kjo që ka bërë Flamur Noka këtu, deputeti që është është normale. Ende pa u nisur protestuesit nga kryeministria, pra sheshi ku gjendeshin për shkuar te parlamenti, makinat e hedhjes së ujit hodhën dallgën e parë mbi ish-kryeministin Berisha, për liderin e opozitës. Në fakt ashtu ishte. Ande u drejtua, se pa, ajo ishte ande u drejtua. Atje u drejtuar. Sigurisht, pra sulmi i
antar I forcat policisë ishte mbi podiumi ku mbi të rrezikshëm, pra mbi liderin e opozitës. Pra, kjo mund të sjellë një lloj irritimi të protestuesve, një lloj zemrate të tyre sepse ata mbështetës Partisë Demokratike janë shumica pjesëmarrëse, nuk janë bangladeshës të ardhur nga për punë nga qeveria dhe madje një turist duket se ishte nga Japonia, ju ishte dukur si koncert. Ishte me atë çantën, me një çantë aty që u tua. Po, donte edhe të kërcente ndoshta. Se shoqëroi dhe me muzikë protestën. Nga Belaja. Pra, ndaj them që sjellja policore gjithmonë më tepër mbaj mend edhe protestat e para kur Rama si duke vetja më sultan se sa sot sepse ka Firo ku nxirrte oficerët policie femra. Zonjat, po nxirrte zonjat atëherë. Fillimet e tij po, kështu ka qenë. Tani s'po I mjafton as zotrin, më thonë se edhe kjo, sigurisht. Okej, Çollaku, i them sërish. Policia tha që nuk e marr përsipër Karanja si protestë, ndërkohë që doli aty, bllokoi rrugët, organizoi atë që pati për të organizuar. E mbron kjo nga pikpamje ligjore organizatën e policisë së shtetit nëse në një moment nuk e di ka një kallëzim, mund të ketë persona të cilët sepse konstatohet le të themi përdorimi I forcës që ka kaluar dhe këtë kufirin e vetëmbrojtjes së organizatës policisë. Detyra e policisë shtetit në një organizim, protest, miting, tubim, siç thuhet se janë sinonime, pak a shumë e njëjtë, mbas në 47 të Kushtetutës, çdo qytetar I Republikës së Shqipërisë ka drejt të protestojë. Pra, protesta është e ligjshme pa mjete të dhunshme, pra pa veprime të dhunshme, pa dëmtime policisë rendit, pa dëmtimi pronave publike. Po gjatë protestës mund ndodhin akte, mund të kemi deviacione që bëhen devijime. Por këto mbajnë përgjegjësi në mënyrë individuale. Nuk mund të themi një protestues që ka dalë në protestë, për shembull, ka qenë protestë, e kanë kap, për shembull, po e marrim teorikisht. Ka qenë protestë e parlamentit, po e ke kap në rrugë të Elbasanit, arrestohesh flagrant se ke qenë protestë. Kjo është e papranueshme, duhet provohet lidhja me veprimin e paligjshëm. Nga ana tjetër u konstatoi edhe personi që bën me ato fishek zjarrit, po të kemi parasysh ka një maskë. Pra ka një maskë kundra gaz që është e pamundur me pamjet filmike të provosh, të identifikosh personin. Edhe ishte e vështirë të identifikojë Berishën, po mund ta vendosësh foton sepse dje kanë qenë me kundra gaz. Prandaj duhet kemi në demokraci kjo është. Pra drejta e protestës është e garantuar. Mund të ketë atë dhe jo vetëm këtu, se neve s'mund të themi protestojnë vetëm Shqipëri. Kjo është foto e bërë nga kolegu gazetar Isam Zyra, unë po ja përdor, po e citoj, po ja ka marrë pa leje këtë foto. Kjo ishte domethënë ishin të detyruar me syza, me gazdocjellë, kështu që bëhet I vështirë dhe identifikimi. Bëhet identifikimi dhe sidomos kur del te tym, pra dhe tymi ka, bën të pamundur nëpërmjet sado e lartë jetë kamera, nuk mund ta kapi personin. Me përjashtim mund të jetë një kamerë termike, po edhe kamera termike sido që të jetë strukturën e fytyrës, pra nuk ka arrit shkenca sot, prandaj, por ne duhet jemi të kujdesshëm. Se lind pyetja, a duhet protestojnë të njerëz apo jo? Po, duhet protestojnë. Po, është ligji për të, Jelek Vera në Paris. Po, për 2 muaj bën flak Parisin, doqen çau dilte përpara. Derisa u ul qeveria me bisedimin me to. E kem përmendur edhe herë tjetër, për zjarfiksit para 2 javësh, po në Francë. Për një urë se nuk mban mjekë ndonë protestë I vun flakën. Kurse ne do dalim me flamuj, me duar trokitje, na falni zotrin pushtues, na falni zotrin plaçkitës, na falni zotrin hajdut qeverisë që kemi dalë t'ju shqetësojmë, t'ju marrim pak kohë për të reaguar që të reflektoni. Protesta është zero, shkrumbër, çfarë është protesta? Në Athinë këtu, ka pasoja. Po sepse këtu, sigurisht që ka pasoja. Po edhe ndaj atij të cilit drejtohet protesta do të ketë pasojë. Se kjo është arsye që dilet, kjo është arsye që reagohet. Sepse vitin tjetër do ketë më pak shqiptarë për të protestuar. Se sot që ne flasim këtu, janë më shumë shqiptarë jashtë kufive se sa brenda rezident që jetojnë. Pas 2 vitesh do ketë çarekon më pak. Dhe s'do ketë askush dalë të protestojë pastaj. Do protestojnë ata brenda qeverisë së njëri tjetrit. Pra kjo është një lloj reagimi për të marrë institucionet sepse kanë rënë institucionet. Kjo është arsyeja që protestat do të jetë edhe më të forta. Unë aty protestë do bëj. Absolutisht po. Ç'është protestë është kjo? Të krahasuar me Berlinin, Athinën, Parisin, New Yorkun. Me protestat që do shkundin themelet. Ishe duke fluturuar me skafandra, me policë, me mjete, me makina, me të gjithë. So tek e fundit, sigurisht që do mbahet përgjegjësi. Po kur ndahet përgjegjësia në fund atje, tek hajduti, tek plaçkitësi, tek kriminali, nëse ti më vjen mu një drejtor policie që sot nuk ka certifikat sigurie, ai telefonat I kanë në SPAK. Edhe ky do të çojë oficerët e policisë kundër protestuesve? Ai duhet të jetë tjetër kund, ai duhet të jetë I pandehur.
edhe shumë elemente të tjerë, kur unë do t'i besoj për kërësë posaçme, sigurisht, kam dëgjuar drejtuesin, ish drejtuesin Domani në parlament kur thoshte ka oficerë policie të niveleve të larta, të cilat, pra sipas dosjeve që u referohej se Domani, janë në grupet kriminale. Tani këta oficerë që janë në grupet kriminale, ata do mbrojnë grupet, do mbrojnë pushtetin, ndaj kanë të sjellje. Nëse ata nuk dishin, ose gjithmonë më pak do të kishte prej tyre. Se nuk kam parë prej 1 vit e gjysmë nga 2 vjet pas asaj deklarate, nuk kam parë një oficer të lartë policie që ndëshkohet, ndonse material hetimore që i referohej vetë ish drejtuesi, tregonin dhe na bënin me dije që këta janë në grupet kriminale. Po si të që oficerët të policisë, edhe në grup krall, edhe në pushtet, edhe fajtona janë protestuesit. Po ky kriminali këtu që është në zyrë publike, që ka tagar dhe duhet nderohet uniform dhe duhet të mbrojë institucionin. Aja ka shitur institucionin. Aja ka lënë trafikant, ja ka lënë vrasë, sepse janë bashkë. Interesat të përbashkëta janë kundër protestuesve, janë kundër qytetarëve. Ndaj mua më duket të dobët protesta. Do rikthehem sërish të Çollaku. Faleminderit se të ndërprem Karanja. Ndjes diskutim. Madje edhe frymëzimi për temat është më mirë kur të flasim. Patjetër. Momenti i vështirë ishte. Karanja, ju dje keni qenë aty bashkë me ekspertin apo kolegun Fatjon Softa, keni pasur për çështje mediatike. Karanja ka qenë rrugëve ngjarjes nacionale, pra njeh protestën komparasysh veçërisë. Kështu që çfarë konstatuat dje aty ju? Plani masave kishte, pra policia kishte një ishte organizuar. Edhe qytetar kishte një numër të patën në kohën që isha unë, që ishte para protestës, kishte një numër të lartë qytetarësh. Edhe në krahasim me protestat e tjera, ose më shumë. Që po vinin. Pra sepse ne ishim diçka para protestës, po mblidheshin, ishin në fazën e parë, pra ishte një numër i lartë protestuesish. Në demokraci kjo është diçka e mirë, pavarësisht se domethënë kush parti është pushtet, mund të jetë nesër, mund të ndryshohet, mund të ketë rotacion politik, gjithmonë kur ka problematikë qytetare duhet të protestojë. E garanton neni 47 i kushtetutës. Thotë drejta e protestës është themeli i demokracisë. Në rast se ne njerëzit nuk protestojmë për një diçka që nuk shkon. E shohim si të padrejtë. Në rast se s'ka ujë, ti s'proteston atëherë, është më mirë rri pa ujë ose janë ato që quhet kulmi i durimit, pra hiqi gjithë se sa do të durojë. Bërë në Saran, durojnë deri në 3 ditë. Po, bravo. Edhe Vlorë durun. Pra, ka filluar të testohen, pra i poligoni po jep derisa është quhet se ka ti kulmi i shikimit, kulmi i durimit. Domthonë janë disa që janë edhe barcaleta këto. Një moment i vështirë që pas që mund të kishte shkuar dhe keq ishte momenti që ajo mjeti që hedh gazin lotësjes është një armë, ajo është një armë pneumatik quhet, domethënë që se ka presion që hedh, ka forcë shtyse dhe po ta vesh ret tek protestuesi shi çfarë rikoshete ka bë. Shi se sa larg është kthyer mbrapsh ajo, pra ka pasi forcë shumë të madhe, duhet të ketë kujdes gjatë përdorimit. Shi sa kthyer mbrapsh, po mënyra se si kthehet mbrapsh. Kemi një rikoshet fort që po të kishte qenë, atë nuk e ka kapur fiks te koka, ka kap diçka këtu te pjesa e qafës. Po ta kishte kap më lart mund të ishte edhe me pasojë fatale, domethënë mund të ishte ose plagose. Është i ekspozuar ndaj fatalitetit në një rast. Po ishte shive po ta vesh çfarë rikoshete ka bë, pra kemi një rikoshet. Momenti kur përplasat e kthehet mbrapsh. Po ta vesh do riktheri gjia. Pas disa herë, ja. Okej, rikthehet çka kthimi? Shumë metra mbrapa. Shumë metra mënyrë ka qenë më fat që s'ka qenë goditje direkte. Dhe fat që po të ishte qenë pa për pjesën e lart mund të ishte sjell dhe pasoj. Duhet kemi shinjestër e mirë apo shinjestër pa shinjestër fare. Kam idenë është pa shinjestër se është distancë shumë e largë, sepse ai është mjet pneumatik që hedh vetëm atë. Duhet të kenë kujdes pozicioni këndit që hidhen që të bit patën të bijë nga lart, domethënë jo të bijë në mënyrë të det përdesë mjeti. Nuk ka forcën goditse sepse mund të kapin një pjesë e mbrapshme, e mbrapshme të kokës dhe mund të ketë një fatalitet.